I krijuar mbi themelet e Institutit të Lartë Pedagogjik, Universiteti Eqerem Çabej në Gjirokastër ka mirëpritur ndër vite student nga i gjithë vendi. Por sot ky institucion arsimor, edhe pse me infrastrukturë të mirë, rrezikon ekzistencën e tij. Rimëkëmbja duket e largët, ndërsa numri i studentëve është ulur ndjeshëm. Ndjekim njëherë një reportazh të përgatitur nga gazetarja jon Brikena Metaj. Kanë kaluar plot 45 vjet prej vitit të largët 1971, kohë kur u krijua Instituti i Lartë Pedagogjik në Gjirokastër, aty ku ka fillesat edhe Universiteti i sotëm. Universiteti Eqerem Çabej i Gjirokastrës është sot institucioni më i rëndësishëm shkencor, arsimor dhe kulturor në rajonin jugor. E njohur për traditën e vet arsimdashëse, Gjirokastra ka patur traditë dhe përvojë të konsiderueshme në arsim, për të konkluduar në atë që sot njihet nga të gjithë si Universiteti i Gjirokastrës. Emërtimin si universitet ky institucion i rëndësishëm arsimor e mori në vitin 1991, por fillesat e tij janë vite më parë. Historia fillon në vitin 1968, kur u hap fillimisht Fakulteti Ekonomik si pjesë e filialit të Universitetit të Tiranës, i cili vazhdoi për 11 vite me radhë. Një vit më vonë, në 1969, hapet edhe Dega e Agronomisë si filiali i Institutit të Lartë Bujqësor, e cila zgjati 10 vjet. Po në këtë vit, u hap gjithashtu Instituti Pedagogjik 2 vjeçar pa shkëputje nga puna. Gjithashtu u hap dhe funksionoi për 5 vjet filiali i Institutit të Kulturës Fizike Vojo Kushi. Dega e përgatitjes së mësuesve për shkollën fillore është hapur në vitin 1981, ndërsa në vitin 1986 u hap Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. Vit pas viti, Universiteti i Gjirokastrës njohu rritje dhe zgjerim. Kulmin e vet, ky universitet e ka patur në fillim të viteve 2000, kur ka shënuar dhe numrin më të lartë të studentëve, me një shifër që shkonte në rreth 5000 studentë në total, me nga 150 studentë në disa prej degëve më të preferuara të këtij universiteti. Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër, me vendim të Këshillit të Ministrave, u krijua në vitin 1991, mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik, i cili u krijua në vitin 1971. Mirëpo, universiteti jon ka pasur një bazë të hershme, që është në vitin 1968. Në vitin 1981 u krijua Instituti i Lartë Pedagogjik 4 vjeçar, me programe studimi në degët matematikë, fizikë, histori, gjeografi, dhe vit pas viti përsëri u hapën degët me të cikli ulët, po vazhdon me vitet 90, 93, 94, 95, 96 u hapën degët Fakultetit Ekonomik. Me krijimin e universitetit në vitin 1991 dhe në vazhdim, erdhi gjithmonë universiteti gjithmonë në rritje. U shtuan programet e studimit, u rrit numri studentëve, u rrit stafi pedagogëve të brendshëm e të jashtëm, me një staf i cili vit pas viti filloi dhe të kualifikohej me titull dhe grada shkencore. Deri në periudhën e sotme, ku ne aktualisht Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër funksionon kryesisht me 2 fakultete, Fakulteti i Edukimit të Shkencave Shoqërore si dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Numri i studentëve në përgjithësi në zonën e universitetit tonë kanë ardhur nga zona jugore e Shqipërisë, por gjithashtu në vitet e mëparshme kemi pasur studentë dhe nga Shqipëria e Mesme, po dhe nga Shqipëria e Veriut, kryesisht në Kuksi kemi pasur një numër të konsiderueshëm studentesh, gjithashtu kemi pasur studentë dhe nga trojet shqiptare, si nga Kosova dhe nga Maqedonia. Jo pak breza kanë dalë nga auditorët e Universitetit Eqerem Çabej. Në jetën e vet 45 vjeçare si universitet, ka diplomuar studentë në të 2 sistemet e studimit, 70% e të cilëve janë punësuar në profilet përkatëse. Një staf i kualifikuar ka shërbyer brenda këtyre ambienteve. Emra të njohur si Tasim Gjokutaj, gjuhëtari Valter Memisha apo shkrimtari Viron Graçi kanë qenë pjesë e rëndësishme e këtij universiteti. Universiteti Eqerem Çabej ka qenë një faktor i rëndësishëm ndikimi në rajonin e Jugut. Sipas profesor Gentian Ruspi, kontributi i tij ka kaluar kufijt rajonal, pasi veprimtaria e këtij universiteti ka qenë në vite me impakt kombëtar. Universiteti i Gjirokastrës, me gati 45 vjet kontribut në jetën ekonomike, shoqërore në vendin tonë, po më konkretisht në rajonin jugor këtu në Gjirokastër, ka vlera të cilat kanë ndikuar për zhvillimin
në tërësi të rajonit. Unë do thosha që këto vlera më tepër janë shfaqur në drejtim të edukimit, sepse edhe profili që ka Universiteti Gjirokastrës me degët e veta të mësuesisë ka dhënë një kontribut shumë vjeçar në këtë drejtim. Unë do thosha që kontributi i universitetit madje ndonjëherë ka kaluar dhe këto kufit rajonal, është me impakt kombëtar dhe më gjerë. Universiteti Gjirokastrës ndër vite ka pasur flukse të studentëve, edhe vazhdon të ketë, të cilat japin një kontribut në aspektin ekonomik dhe social të qytetit, po dhe vetë pedagogët me kapacitetet e tyre, me kulturën që ata kanë, japin ndikimin e tyre në zhvillimin social të rajonit. Në disa nga ato vitet më të mira, ne kemi pasur flukse të studentëve të tilla që furnizonin me një ekonomi të tërë në qytet, do thosha unë, dhe vazhdojnë të japin kontribut në zhvillimin ekonomik. Universiteti do të jetë një resurs që do t'i siguroj edhe në të ardhmen Gjirokastrës potenciale të zhvillimit. Nuk duhet nënvlerësuar kapacitetet që ka universiteti, qoftë në zhvillimet rajonale, qoftë edhe në zhvillimin mbarkombëtar. Ndër vite, ky universitet ka patur uljet dhe ngritjet e veta. Faktorët e këtyre zhvillimeve kanë qenë të shumtë dhe jo rallëherë të diskutueshëm. Ajo që vihet re është rënja e influencës së tij në sektorin arsimor prej disa vitesh. Sipas pedagogëve, një nga ndikimet më të mëdha në këtë aspekt e ka dhënë hapja e universiteteve të tjera si ai i Vlorës apo i Sarandës, çka solli një ulje të ndjeshme të numrit të studentëve të regjistruar. Liberalizimi i universiteteve i dha goditjen e dytë, duke e ulur edhe më tej nivelin e studentëve që u bën pjesë e këtyre auditoreve. Pasojat e të gjithë këtyre faktorëve sollën edhe cënimin e imazhit pozitiv që ekzistonte dikur për Universitetin Ekrem Çabej. Ai tashmë mbeti i aneksuar, duke u konsideruar si një zgjedhje e dytë për një pjesë të mirë të studentëve. Zgjedhja e para i cilësohet për një pjesë tjetër, kryesisht për shkak të afërsisë gjeografike apo rrethanave ekonomike. 1800 studentë studiojnë sot në Universitetin e Gjirokastrës, një shifër e kënaqshme, por jo e mjaftueshme, e pohuar kjo nga vetë drejtuesit dhe pedagogët e këtij universiteti. Degët më të frekuentuara në vite në këtë universitet kanë qenë ekonomi financë, histori gjeografi apo infermierie e përgjithshme. Por krahas tyre ka edhe degë ku numri studentëve nuk i kalon 10 apo edhe më pak të tilla, si matematik, fizik apo gjuhë italiane. Pedagogët të universitetit pohojnë se mungesa e studentëve në këto profile është një kamban alarmi për të ardhmen, pasi duket se këto profesione po mbeten pa profesionist. Natyrisht ne kemi pasur numër më të lartë studentësh, ka pasur vite që, me thënë për shumë, vetëm në vitet parë, vetëm për një program studimi, për shumë, po e përmend kontabilitet financë, ka patur mbi 500 studentë vetëm viti parë. Kështu që për numri studentëve ka qenë në rritje. Mi po gradualisht ky numër studentësh ka ardhur në rënje aktualisht, flasim, ne nuk kemi asnjëherë të kënaqur, por në këtu ka shumë faktorë që kanë ndikuar në rritjen e studentëve. Me thënë edhe hapje e universiteteve rajonal, në sidomos në Vlorë, me thënë në për këto universitete private, në filiali Sarandi, filiali ka ndikuar negativisht në uljen e numrit studentëve, sepse të njëjta programe studimi si janë këtu janë në Vlorë, bie fjala apo në Berat apo vende të tjera. Kjo ka ndikuar negativisht. Megjithatë ne kemi shpresë gjithmonë ky numër do vi aktualisht do vi drejt rritjes, sepse dhe interesat e studentëve besoj se të zonës ku janë është gjithë jugu i Shqipërisë. Është i vetmi institucion kryesor që përmbledh gjithë jugun e Shqipërisë dhe mendojmë dhe shpresojmë që numri do vi gjithmonë në rritje. Në këtë vit akademik 2016-2017, në pranimet e reja që u bën për studentët, në disa programe studimi, siç është italishtja, histori e gjuhë italiane, histori e gjuhë greke, matematik, fizik, patëm një numër relativisht të ulët të regjistrimeve në pranimeve të reja. Kërkesa për mësues matematike aktualisht tregu ka nevojë, por këtu është një tregues tepër pozitiv, sepse në matematika, departamenti i matematikës aktualisht është një departament me një staf tepër të kualifikuar, konsiderohet si lëndë e vështirë matematik fizika. Vështirësia vjen që nga shkollat e mesme natyrisht, me thënë shumë pak student vinë dhe regjistrohen në këtë deg, ndërkohë që do ishte e kundërta,
Por këtu mendoj se duhet një shtytje, një nxitje, qoftë Ministria e Arsimit duhet të ndaj pedagogëve të shkencave natyrës duhet t'i japë një stimul, pra duhet të ketë disa bonuse për të rritur standardet për pranimin në universitet të mësuesve të arshëm në fushën e matematikës, fizikës apo kimisë e të tjera. Aktualisht vështirësia ndihet të mësuesve të matematikës që në shkollat e mesme, gjithë qarku në Gjirokastrës, duke flasur Gjirokastër te Pelen përmet shikojnë vështirësinë, pra ka nevoja tregu për mësues tepër të kualifikuar. Vështirësia do ndihet për disa kohë, por vetë studentët duhet ta gjejnë mundësinë të futen asaj fushë, sepse mundësia e punësimit është shumë herë më e madhe në raport me fushat e tjera. Pavarësisht kësaj, sot Universiteti i Gjirokastrës është i kompletuar në të 3 ciklet e studimit me rreth 50 programe studimi me kohë të plotë dhe të pjesshme. Universiteti më i madh në jug të vendit ka pasur dhe vijon të ketë bashkëpunime me disa prej universiteteve perëndimore dhe i përfshirë në shumë programe bashkëpunimi. Por sa vlen të gjitha këto për atë që ky universitet pohon si misionin e vet, krijimin e kapaciteteve reale për shoqërinë. Ndërkombëtarizimi i universitetit është një nga problemet më kryesore që ka Universiteti i Gjirokastrës. Jemi një universitet i vogël në rajonin jugor, pretendojmë të jemi një universitet cilësor dhe në këtë kuadër bashkëpunimet janë një nga pikat që ku do të fokusohet më shumë për të realizuar atë që quhet cilësia e universitetit. Ne pretendojmë së afërmit të kemi disa projekte të tjera të fituara dhe në këtë kuadër ne shikojmë problemin edhe më gjerë, sa më shumë bashkëpunime me universitetet e tjera. Kemi realizuar së fundmi një bashkëpunim të thelluar në një fazë të thelluar me Universitetin e Maceratës në Itali. Kemi rënë dakord për një master të përbashkët në fushën e trashëgimisë historike dhe kulturore, gjë që do të çojë në një tjetër imazh për universitetin, sepse do të prodhohet një diplomë që do të firmoset nga 2 rektorët e 2 universiteteve dhe një diplomë që do të njihet edhe në Itali, kuptohet edhe në Bashkimin Evropian. Ajo që është e rëndësishme është që ne po synojmë të realizojmë projekte që të shërbejmë universitetit tonë. Jo të jenë projekte për projekte, jo të jenë projekte në letër. Po synojmë që universiteti të jetë i hapur dhe me komunitetin. Këtu do të synohet lidhjet e forta me Bashkinë e Gjirokastrës. Nuk është se kanë munguar lidhjet edhe bashkëpunimet, por ende jemi larg asaj që duhet jemi. Neve po synojmë që të ulemi dhe të nënshkruajmë dhe marrëveshje të përbashkëta me Bashkinë dhe me organet e tjera dhe institucionet e tjera vendore. Ti institucionalizojmë këto marrëveshje, sepse Universiteti i Gjirokastrës, duam neve, është një qendër e rëndësishme universitare në jug, është shumë jetik për qytetin e Gjirokastrës, është strategjik për rajonin e jugut, është i domosdoshëm për vendin. Ajo që duhet vlerësuar është se ne kemi një staf të kualifikuar. Madje krahasuar me shumë universitetet e tjera dhe publike, në përqindje, stafi jonë është goxha i kualifikuar. Ky është një aset. Si është situata e studentëve aktualisht? Për këtë fillim të viti akademik, me kënaqësi mund të pohoj që prurjet studentore janë më të mira se sa vitet e kaluara, që janë pjesë e auditorëve më shumë se sa vitin e kaluar. Cilësia ka filluar të duket në prurjet e reja studentore. Në pamje të parë, fasada e universitetit që mban emrin e një prej gjuhëtarëve më të mëdhenj të gjuhës shqipe, Qerem Çabej, ka mbetur ndër vite e pandryshuar. Gjithçka nis nga kjo barake braktisur në hyrje të universitetit, si një njollë shëmtuar në institucionin më të rëndësishëm arsimor në rajon. Ndërsa përmenden këto efekte negative në brendësi të Universitetit të Gjirokastrës, infrastruktura flet për të kundërtën. Ky është ndoshta ndër të paktët universitete publike në vend me një laborator të plot informatike dhe një bibliotek të pasur. Por ajo që universiteti ka humbur në përmasa të frikshme është tërheqja e potencialit të duhur studentor. Politikat arsimore, liberalizimi i arsimit, hapja universiteteve jo publike, ishin ato që i dan shtysën drejt rënies së një prej universiteteve më të mira në vend, që tashmë po përpiqet të rimëkëmbet, në një kohë kur qytete si Gjirokastra
kanë shumë pak për të ofruar të rinjve që synojnë të largohen drejt një tregu më të sigurt pune. Në fund, ajo që sërish mbetet si pikë e rëndësishme diskutimi, është vijimësia e këtij universiteti që është edhe frymarrja e qytetit të Gurt, përpjekjet e të cilit duken të pamjaftueshme për t'i rikthyer atij emrin dhe lavdinë e dikurshme.